90% e komenteve negative që na vin pikërisht nga njerëzit që ne i njohim më mirë. Nëse do ma thojë mua këtë fjali përpara 2-3 ditësh, unë do thoja që kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Deri në momentin që unë marr një koment nga një njerëz që e kam aq shumë të afërt sa që nuk dua ta them lidhjen që kam me atë njerëz, sepse do mbi mua zor që më kanë rënë për pjesë njerëz të tillë. Ku më shante mua dhe burrin tim në një koment publik. Unë patjetër që në mendjen time kisha shumë përgjigje për t'i dhënë, po zgjodha që t'i bëja skip, sepse në të kundërt i bie që të biesh në nivelin e këtyre njerëzve që nuk ja vlen fare. Tani çfarë doja të nxjerra unë nga gjithë kjo? E para është që duke qenë se unë këtë njeriu e njoh shumë mirë dhe e di se çfarë jetë e llumi që ka, dhe e di se sa keq është i zhytur ky lloj njeriu, e rivërtetojmë edhe një herë faktin që pikërisht ta njerëzit të cilët janë të zhytur nga koka deri te këmbë, janë këta njerëz që shprehin negativitetin nëpër këto rrjetet sociale, si në njerëzit që nuk i njohin, por edhe në njerëzit që i njohin me sa duket. Dhe i dyti mësim që kam nxjerrur nga kjo gjë është që ti besoj shumë instinktit tim dhe absolutisht mos të respektoj njerëzit vetëm për faktin që mund t'i kem gjak ose të afër, por t'i respektoj vetëm nëse më respektojnë. Edhe diçka të fundit e kisha mbajeni shpirtin tuaj të pastër, nuk ka rëndësi fare se çfarë keni rreth e rrotull. Ata le të ndreqin zymtyrin që kanë në shpirtin e tyre, ju vazhdoni drejt, zbukuroni jetën tuaj. Se ndoshta juve nuk ka rënë rasti siç më ra mua, duke qenë se i kam këto rrjetet e mia sociale publike, por nëse keni njerëz të tillë në rrethin tuaj, jam shumë e sigurt që do përfundoni si puna ime. Kështu që besojini instinktit tuaj dhe largoni të gjithë njerëzit negativ nga jeta juaj. Është kusht primar për 2026-ën. Kaq kisha unë.